zgjedhjeve, deri me sot, çka ndodh nëse nuk garantoj, nuk e di. Është partia më sferi që ka luajtur në Kosovë. LDK-ja. PDK-ja. PDK-ja. Partia më sferi që ka luajtur në qitë proces. S'po flas as para, as bëra pa Po pse mas feri? Domthon, shumë korrekt në raporte me parti tjera, korrekt në raport me opozitën, korrekt në raport me pushtetin, sepse nuk ju në shoh. Nuk kanë shoh PDK-ja. Absolutisht. Kurse LDK-ja me VVN ju në gjujt mas shumëti. Tash, ose është dashuri në rrethje, ose është domthon një tendencë thjesht e Albin Kurtit me thonë që edhe njëherë e përtypa e pështyna. Këto qërshia që i përmendi Gashi, o pajtu? Jo, s'bas qeveri, Albin, Lumir, nuk ekziston kjo mundësi. Nuk ka si qeverie. Besoni ose jo, ju mundi më kabel mas 15 për fjale. Jo, pa me rak ty se këta zotrit nga YouTube i rujnë këto materiale. Po. Drenol, jam interesuar di për ty, si i ke parë të zhvillime dinamike gjatë këtyre 3 ditëve, a është afër qeveria të bëhet me kë, edhe a i ka numrat Kurti? Këto e në pyqe që realisht është vështirë mi dhoni përgjigje... Nga ato informacione sa djetë. Sakt, mirë, por ne mund të dhonë mendimet tona, por në diçka nuk u pajtohë me zotin Matushi. E para, zoti Kurti, në bazë të rezultatit të zgjedhjeve të 9 shkurtit, pra ka arrit një vot jashtëzakonisht madhe, pra i ka 48 deputet, që do të thotë votuese ende është i ndarë, pra se ka çfarë qeveri e dënë. Ky qytetar, ai trup elektoral, siç preferon me quajt zoti Matushi, e ka zgjedhë rrugën çfarë qeveri e dënë. Pra do një qeveri të cilën ka qenë qeveria kaluar, pra na drejtim me shku. Tashi, kjo qeveri, në fakt... Domthon prap qeveri të aftë, apo? Po për ty pa aftë, për shumicën e qytetarëve është aftë. Për qytetarë. Qëta që kanë votuar. Për qytetarë s'menon hiç. Veç ti po me ta. Unë jam këtu për me mendu. O zotë shqyqër që ka këtë popull një mendje unë jam me mendu. Kur del me votu. Menon ai nuk shkon aty. A populli që menon, ju populli ka punë të veta, nuk menon për juve, besoni. Tani, zoti Kurti i nevojitën